Jemi depërtu me këtë edhe futbollistat tonë, prandaj sporti, sidomos kuptohet që ne gjithve, paktën gjithve, po flasë për vetën time, mu më dhamë shpirti kur i kum po në ngjarjet edhe në Iran edhe në Gaza, pse? Se fëmijët e psojnë, gratë e psojnë, pleqët e psojnë, njerë gjithmonë civilt, gazetarët, mas shumë të janë vra në luftë në Gazë, në Iran, gazetarët e kanë psu, fëmijët është jashtëzakonshme. Në evenimente botërore, në lojnat olimpike, zakonisht luftrat janë ndalë derisa ata zhvillohen. Kjo është shumë rrezikshme, tregon që po e mojmë këtë emision që është pikërisht në nënshkrimi i marrëveshjes së paqes. Pikërisht ndërmjet SBA-s dhe Iranit. Edhe kjo po ndodh gjatë zhvillimit të kampionatit botëror. Është shumë po pra, kjo tregon a pritet më liru nafta. A pritet më liru nafta me këtë marrëveshje, siç ato e kemi thënë ne. Ajo besoj që ka shumë pak rëndësi nafta, so ka rëndësi gjonat 1 milion gjona tjera, mos harroni diçka që Irani është një vend me 85 milion banor dhe mos harroni që civilizimi, njerëzit fizikës, matematikës, intelektualt më të mëdhaj e kanë djepin e përsis të kalume dhe perëndimi e ka bo krimin më të madh në historinë e vetë, mas Hitlerit është perëndimin kry me Francën që e rrxun mbretin ma modern Reza Pahlavin vitin 1979 dhe qëllimisht e futen Homeinin për ta shty Iranin me kalun mesjet. Iranin vitet 70-ta ka qenë ma modern se Parisi. Në Iran, Teheran, ka mojt koncert Frank Sinatra. Mini fundi e ka prej ardhen për Iranit. Po ti shumë primitive je vesh krasi me vojzat e Iranit. Shumë me vete. A vëmëton? Po qka boni shumë përnakin mini fundin këtë edicion, trajner. Po tash kure për men emision, du të me ditë ka e ka prej ardhen, kure pas për Iran, e majtan men. Eksakt. E shikoni, do me thonë, qëllimi i mbrapsht i përëndimit, për ta shfrydzu, se një popull e shfrydzon, kura i popull është shumë primitiv. Do thot, pse në Kosovë ka investu aq shumë Rusia dhe Serbia në primitivizmin tonë? Që i ka interesu na sa ma budal me ko qëç ma shumë na kanë shtyp.